Durana Tech Park, një entitet 100% publik me aksioner korporate e investimeve shqiptare, aktiviteti të cilit lidhet me teknologjinë, robotikën dhe inteligjencën artificiale, operon vetëm virtualisht, përpos raportimeve për një hetim të nisur nga SPAK në lidhje me Parkun e Teknologjisë dhe lidhjet e saj me Akshi. Drejtoresha Florenca Haxhi ka publikuar një video në rrjetet sociale me qëllim sqarimin e çdo paqartësie lidhur me mënyrën e operimit të parkut. Durana operon bazuar në ligjin 58 të vitit 2022, si dhe në bazë të disa VKM-ve që kanë dalë gjatë vitit 2024 dhe 2025. Dy VKM-t më të rëndësishme janë VKM-ja 185, që përcakton listën e aktiviteteve të lejuara në park, si dhe VKM-ja 73, e cila përcakton mënyrën e operimit në park. Duke i qëndruar deklaratës së Haxhias, zëri verifikoi VKM-t numër 73 dhe numër 185, ku sipas dokumentit në asnjë paragraf nuk përmendet se ky park do të operonte virtualisht, por theksohet vendodhja dhe sipërfaqja e parkut si objekt fizik, më konkretisht në xhavsotaj të Durrësit. Ndërkohë në projektin që ekziston vetëm në letra dhe virtualisht, janë regjistruar fizikisht rreth 50 kompani. Mes tyre janë kompanitë e dy biznesmenëve të dosjes së Akshit, Ermal Beqiri dhe Ergys Agasi në kërkim nga SPAK. Teksa operimi ka nisur virtualisht, mbetet për të parë nëse do të ketë një ambient fizik të kompanisë.